Lulet e freskëta mbi varret e të vrarëve në masakrën e Reçakut janë dëshmi e dhimbjes që nuk pushon asnjëherë. Më 15 janar të 1999-s, forcat serbe vranë e masakruan 45 civil shqiptar në këtë fshat që e ktheu vëmendjen e gjithë botës ka Kosova dhe tmerri që po përjetonte nga dhuna dhe gjenocidi i Serbisë. Për Ram Shabanin asgjë nuk ka ndryshuar, pamjet e asaj dite të ftohtë ende i ka parasyve. A ditë kanë ndodhur pas më 7 kanë krisë granatimet prej podit i shtaja, prej qestës, prej pishav, prej gjithë fshatit, o kom fshati rrethun. Dhe e njën shëfije në Sadikosmonit, në kanë morë, në kanë rejë, në kanë qitë jashtë, në kanë qutë të ajvani ku shijet atje, që shikini po, pa zemër, pa kry, pa kom, pa dër. Unë e më huni rretë kry të qonë, plumë ma këmë posë këtë në për të jesha në trupë se këmë posë ashtë. Shabani ka një thirrje për institucionet e Kosovës në 27 vjetorin e kësaj masakre. Që pas jetë një plok, një guri nuk u lutë këtë vërreza. Kur të janë zgjedhjet, apo bëhet Reçoki, Mekë, Medine, e bojnë udhëheqat, kryet zgjedhjet, kryet pas mëjti, na nuk kem kur fare. Ndërkohë për familjarët e të vrarëve, plaga nuk mbyllet derisa drejtësia të vijë në vend. Na si familjarët viktima, dhimbja na lehtësohet vetëm atë kur dalin kriminalët para gjyqit, edhe ta morrin dënimin e merituar. Se që 27 vite vetëm fjalë na kanë thonë. Do të lumtojnë, do t'i zëm, do t'i nalëm, do t'i bëjmë, edhe s'kan bërë asgjë. Po s'ka drejtësi, po na shtaj sholla në herë bazë. Po shihet që po shko puna, si zhak ka shku. Kompleksi memorial në Reçak në këtë përvjetor mblodhi qindra qytetar për të nderuar e kujtuar viktimat e luftës. Këtu ndodhi kthesa e historisë që sot po gëzojmë lirin. Reçaku është pas prekazit qendra më e madhe vizitore dhe qendra historike gjithë shqiptarët, gjithë andej botës. Reçaki është një merit e Vukerit që e ka shpall këtë masakër, edhe shkaki i kësaj domethënë na sot e gëzojmë lirin se ka intervenuar nata për këtë masakër që Për vrasjen e 45 civilëve në masakrën e Reçakut, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj 21 serbëve. PSRK-ja ka propozuar që gjykimi të mbahet në mungesë me që të njëjtit janë të paarritshëm për organet e drejtësisë. Masakrës e tmerrit të Serbisë bu i dha atë kohë shefi OSBE-s, William Walker, i cili cilsoi masakrën si krem kundër njerëzimit pasi pa nga afër trupat e vrarë e të masakruar.